A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tema e 19 nga zinxhiri i temave pastrimi i zemrës. Kemë ngritë tema e 19. Normal krejt këto tema e kanë një emërues të përbashkët. Ai emëruesi i përbashkët është pastrimi i zemrave. Tema e radhës quhet frenimi i zemrimit dhe falja ndaj njerëzve. Me va fal njerëzve gabimin. Tabiati i njeriut është hakmarrës. Secili njeri e ka çka të ndjen. Kur i bëhet një dëm ka qef mu hakmarr. Jo ka qef, po anon ka kjo, insiston. E tash me e pru nefsin njeri, domethënë zemrën e vet, me eduku në qatë mënirë që kur zemron dikush ti me përmbajt zemrimin, kur gabon dikush ti mi afal, kjo lip mund të madh, lip i mon, edhe lip një zemër të bardhë, e kërkon një zemër të pastër. Këtë nuk mundet si cili me bon. Mira më besimtari, imani tek Allahu, tek ajo që është Allahu që e ka Allahu subhanahu wa taala. Shpresimi i xhenetit, shpresimi i shpërblimit Allahu subhanahu wa taala, që këtë natyrë njerëzore për me u hakmar e zbut. Se njerëzit kur ju bëhet gabim, janë tre kategori njerëzit. Ka dikush që e kthen, e merr hakin e vet. Mirë po pa e tepru. Ka dikush i cili ja bën ti një të keqe, ai ti bën 10 këqija. Ai ti bën 10 këqija. Edhe ka njerëz të cilët falin dhe e frenojnë zemrimin. E këto të rijat i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në surën Ash-Shura, ajeti 40, thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Shpërblimi i një të keqës është një e keqe si ajo. "Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah." Kush fal dhe pajtohet, shpërblimi i tij është Allah, te Allahu. "Innahu la yuhibbu adh-dhalimin." Se me të vërtetë Allahu nuk i do zullumqtarët, është kategoria e tretë, ata që e kthejnë të keqen me 2 fish ose me shumë fish më të keqe. Pra e para është shpërblimi i një të keqës është një e keqe si ajo. Kjo është kategoria e para e njerëzve. Kush falem dhe pajtohet, shpërblimi i tij është te Allahu. Kjo është kategoria më e mirë e njerëzve, ata që e frenojnë zemrimin dhe u falin njerëzve gabimet. Innehu la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu nuk e do zullumqtarët. Se ka njerëz që ja bënin të keqe, ama i ta kthen me shumë fish. E tash për besimtarin është e kërkuar që ai, domethënë, me disiplinu vetën. Jo kretë çka don egoja jote, domethënë gjen hutbe folën për, domethënë, disiplinimin e egos nëse jeni kanë. Jo kretë ato që e do nefsi ti me e bon. Ti dush me këshirë, me frenu nefsin edhe me shti, me hec sipas asaj që e kërkon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash do ta shohim nëpërmjet hadithet dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka është vlera e faljes, e gabimeve, frenimit të zemrimit. Se për këtë ka fol shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe na ka dhënë shembull praktikisht. Se këshire, nuk ka qëllimi, domethënë qëllimi i leximit, qëllimi i legjëratës, nuk është vetëm me ndëgju, duhet me u mundu me praktiku. Nëse përfundon ajeti kuranor të e merr vesh një rregull, ama nuk lodhesh fare për me punu sipas tij, domethënë nuk kemi bë kurrë. Qëllimi është mu mundu me përmirësu vetën. E përmirësimi ne kemi thonë se fillon nga zemra, nuk fillon nga veprat. Njeri i përmirëson brendin e tij, se e jashtmi është rezultati brendinës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Ebu Hurajra: "Ma naqasat sadaqatun min mal." Asnjë sadaka se ka paksu pasurin. S'ka sadaka që e pakson pasurin. Veç e shton.
Edhe pse njerëzve që janë të lidhur me dunjon ju duket e kundërta, zoti, si t'jap zeqat, si t'jap sadaka ka me tu zvoglu pasuria, e kundërta është. Mirë, vazhdo. Wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa 'izza. E Allahu subhanahu wa taala ni robit i cili va fal të tjerëve, va fal gabimet, ja shton krenarin, se zakonisht njerëzit mendojnë se nëse ti lëshon pe dhe fal, ti je i nënçmuar. A e kundërta është. Do me thonë, krenaria që arrihet me falje është shumë herë më e madhe se sa krenaria që arrihet me dhunë, kur të hakmerësh. Dhe e treta, wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, e nëse ndonjëri tregohet modest për hir të Allahut, Allahu e ngrit. Allahu e ngrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër sa i përket frenimit të zemrimit. Thot men kadhama ghaydan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu. Kush e frenon zemrimin edhe pse mundet me zbatu ata. Se ka njerë dikush nervozon, po s'un ban cërc. Se ki frenu të pizorit e ki frenu zemrimin. Apo, thot për jam kush e frenon zemrimin, ama është në pozitë që mundet me zbatu ata, dhe me mundet mu hakmar. Allahu subhanahu wa ta'ala da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'us al-khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyi al-huri sha. Allahu para krejt njerëzve, për para krejtve do ta nxjerrë, do ta thirrë dhe do t'i thote zgjedhë cilën hyri e do. Se kjo puna e hyrive është bo pak si e keni bo këto islamofobat për shembull në për internet e shoh, nëse e përmendish që shahidi ka 72 hyri, të martohet me 72 hyrimo, si hyrimo ato Zoti i ka kriju për besimtarët e mirë. Do të thonë i paraqesin këto sikurse gjona, do të thonë që sharake dhe me kështu për martesë që bëjnë musliman për gra. Kjo është, do të thonë ato që Allahu subhanahu wa taala i ka kriju njerin. Njeri, do të thonë i do ushqimet, njeri e do, do të thonë e do gjinin e kundër, por normal duhet me dashur sipas rregullave të shariatit. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin. Falva atyre dhe shpërfilli gabimet e tyre, me të vërtetë Allahu i do ata të cilët bëjnë mirë. Gjithashtu thot ata që e lexova ajetin, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, kush fal dhe pajtohet, shpërblimi i tij është te Allahu subhanahu wa taala. Është, do të thonë, frenimi i zemrimit tregon është i lidhur me, është, do të thonë, me arritjen e kënaqësisë së Allahut dhe xhenetit. Kur tregon Allahu se për ka e ka kriju xhenetin, thot wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shpejtoni ka xheneti, gjerësia e të cilit është sa qiejt dhe toka është përgatitur për njerëzit e devotshëm. Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra, ata që shpenzojnë kur kanë dhe kur janë në bollëk dhe kur janë në vështirësi, ata që shpenzojnë. Wal kadhimin al-ghayza, dhe ata që e frenojnë zemrimin, që xheneti është kriju, është përgatitur për ata që e frenojnë zemrimin. Për çfarë nuk bën me thon besimtar, valla unë jam nervoz valla. Valla unë s'e mbaj veten. Nuk bën me thon kështu. Kret njerëzit rrallë dhe njëri që e tabiatin e katur, sidomos në shqiptarët. Ne jemi njerëz temperament. Mirë ama duhet njeri me frenu zemrimin, me mbajt veten. Imani që ketë në mëson, imani në mëson që ketë. Një prej emrave të Allahut subhanahu wa taala është el-afu. El-afu. Afu do me thonë ai që fal shumë. Për çfarë kur ka thonë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, nëse unë e di se një natë e caktuar është nata e 4, çfarë lutje të bëj? Ka thonë bejmë thuj, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës i madh, e do faljen, prandaj më fal mua. Se Allahu e do faljen vetë, edhe do që edhe njerëzit dva falin tjerve gabimet. Mos bëhen hakmarrës.
Ka dikush domethënë i shikon imësit më të vogla për me zi pret, domethënë me ta nxjerr hakin. E mirë, domethënë pse se tabiati i njerit, sikurse njeri për shembull që i do ushqimet, sikurse që e do pushimin, sikurse e do rahatlëkun, sikurse i do shumë gjona, e do edhe hakmarrjen njeri. Nëse dikush, më thonë, shpesher në për biseda kam thënë, për shembull, thotë dikush, ma ka thonë një fjalë dikush, edhe që sa vjet pres që me ja kthi, të mjepet shansa për me ja kthi. Kështu nuk mendon besimtari. Mirë, ku është falja? Allahu e do faljen dhe i do robërit të cilët u afalin të tjerë. Prandaj edhe kjo duaja s'duhet me na mungu në namazin tonë, në lutjet tona, në taravit tona, në teshehud, në sejdë, mundesh me bën këtë. Me thonë edhe në sejdë dhe përpara se me dhon selam, në taravih kur e fal natën, në kohë sifirit, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ose e thunë në gjuhën shqipe, o Allah, ti e falës i madh, e do faljen, prandaj më fal mua. Transmeton në thonë Ebu Abdillah el-Gjadeli, një sahab, i cili thot, e pyeta Aishën për ahlakin e pejgamberit, për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo më tha kështu, lem yakun fahishan wala mutafahisha wala sakhaban fil aswaqi, nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gojflliqur, nuk ka qenë njeri që ka përdor fjalë të ndryta, as nuk ka qenë njeri i cili ka bërtit në për tregje, në për pazare. A i ke pa dikush në pazar, në thonë veç vërtet, veç vërtet, në thonë pak kur një farë, thotë nuk ka qenë njeri që ka bërtit në për tregje. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'at, të keqen se ka kthim me të keqe, walakin ya'fu wa yasfah, mirë po ka fal edhe i ka shpërfill gabimet mirë. Mirë. Është shumë interesant se që këto cilësit pejgamberit sa janë përmendur edhe në Tevrat. Allahu e ka përmendur në Tevrat, se e dini që pejgamberi përmendet edhe në Tevrat edhe në Injil. Me marrë Tevratin edhe Injilin të kësaj kohe, nuk përmendet qartë as i pejgamberi sa. Mirë po përmendet edhe çki Tevrat edhe çka Bibël që ekziston, ka citate ku vërehet se është për Muhammedin a.s. Ka citate. Mira ma ato qashtu i kanë ndrejt që mos mu kuptu, duhet pak me analizu për me kuptu që i bëhet fjalë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E tash e kanë pyet Abdullah ibn Amrin, Tevrati që jakon kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kanë thënë, na trego qysh përmendet pejgamberi jon Tevrat. Tevrati libri që i ka zbrit Musa alayhis salam. Thot, në Tevrat shkruan, kjo është në Bukhari, shire që ka përshkruajt Allahu pejgamberin ton në Tevrat, hala palin pejgamberi 1000 vjet, 1500 vjet, për afërsisht ka jetu Musa alayhis salam para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur ne me pejgamberin tash, që jemi larg 1500 vjet, Musa alayhis salam është larg prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Se Isa alayhis salam sa është 600 vjet para përgjithsisht, 6 shekuj. Edhe çaç një, domethënë 7-8 a 10, se di sakt, ku më harru, domethënë, është Musa alayhis salam para Isa. E të Tevrat Allahu e ka përmend pejgamberin, ka thënë kështu: Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O ti pejgamber. Jo, ki ajeti kuranor është në surën Ahzab. Kur e kanë lexuar këtë ajetin kuranor Abdullah ibn Amr ibn Asi, o ti pejgamber, ne të kemi dërguar si dëshmues, përgëzues dhe qortues. Ka thënë Abdullah ibn Amr ibn Asi, shoku i pejgamberit sa thotë, në Tevrat atë shkruan kështu: O ti pejgamber, ja yuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin. O ti pejgamber, ne të kemi dërguar dëshmues, përgëzues dhe mbrojtës për të paditurit. Se ummiyin, njerëzit që s'din me shkruajt edhe me lexu, ato janë populli arab. Populli arab është njoft një popull që e ka në alfabet.
Pra të kemi dërgu dëshmues, përgëzues dhe mbrojtës për të paditurit, ente abdi wa rusuli. Allahu i thot në Tevrat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, para se me lind, ti je robi im dhe pejgamberim, sammaytuka al-mutawakkil, të kam quajt mutawakkil. Një prej emrave të pejgamberit është mutawakkil. Një prej emrave të pejgamberit është mutawakkil. Çfarë thon mutawakkil? Mutawakkil do të thonë ai që i mbështetet Allahut. Lejse bi fadhin wala ghalib, nuk është i ashpër as i vrasht, wala sakhabin fil aswaq, edhe nuk bërtet në për tregje, në pazar dale, këtë njerëzit takshirin, kushan për kipe, kushan për kisi, a me pa dy me shumë pazarë, për që ka do, veç bërtasin, do të ashes e mallin e vetë, për nësëm së konë që asi njeri që ka bërtet, pëse nuk është, a është e heshme kjo? Nuk është e heshme. Wala sakhabin fil aswaq, wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'a, nuk e kthen të keqen me të keqe. Walakin ya'fu wa yasfah, mirë po fal dhe i shpërfill gabimet. Walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihi al-millat al-awja, dhe Allahu s'ka më marr shpirtin derisa ta drejtojë fen nëpërmjet pejgamberit, se feja ka deviju. Apo njerëzit janë bërë mushrike, kanë deviju të vratin e Injilin. Bi an yaqulu la ilaha illallah, derisa thonë la ilaha illallah, fayaftahu biha a'yunan umya, dhe me këtë fjalë Allahu ka mi hap disa sy të verbër, wa adhanan summa, dhe ka mi qel do vesh të shurdhër, wa quluban gulfa, dhe disa zemra të vulosur. Allahu ka mi qel me këtë fjalë, me fjalën la ilaha. Pra kjo është citati të vratit që e ka përmendë Allahu subhanahu wa taala dhe sahabët e kanë lexu, e kanë ditë këtë në Tevrat që kështu shkruan për kanë, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë ka shiku kur njëherë nuk është hakmar për vete, subhanallah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka njerëz që i kanë, domethënë i kanë hinë hak, i kanë thonë një fjalë të rëndë, ose kanë shpiv diçka. Kur një herë, edhe pse ka pas mundësi. Ka pas mundësi. Para mendoni, o konë për shembull pejgamberi sa në Medinë, o konë kryetari i muslimanëve. Sikur me të thonë tash kryetar shteti. Munafikët kanë shpiv për të, për familjen e tij, pejgamberi se ka përdor forcën për me, a ka mujt mi ekzekutu ato në vend, pa problem, pa u bon pluhën i madh. Mirë po për vetë jo, përveç nëse janë shkel urdhnat e Allahut. Që kjo ka në cilësi e pejgamberit. Është një rast, tregon Enesi radiallahu anhu. Thot isha tu hec me pejgamberin dhe kishte dvesht pejgamberin një gun, një xhube, me pat shiritin që e ka pas, sikur që ki shiriti, që ki shiriti gjelbër që e ka mune, dhe më thonë e ka pas e xhubja, për e ka pas një shirit, dhe më thonë të fort, të vrasht. Aja so i ka në thonë guna e Nexranit, që ashtu e konë një lloj teshe. Dhe më thonë se nuk, ato teshet në përgjithësi janë konë teshet vrashta, nuk janë konë buta dhe pambukta, sikur se i kemi tash. E thotë e kishte një shirit shumë të fortë, edhe njani prej bedevive, prej beduinve, erë tu hes, për mësëm, e kapi, thot, për atë gjubën, edhe ja la shenjë këtu me atë, në me thonë, shiritin. Ja boni një vi, për mësëm. Edhe që i tha, o Muhammed, i jepëm nga ajo pasuri e Allahu që është në dorën tënde. Se për mësëm, mas betejave, mas luftave, plaçkën e luftës, e ka da pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ua ka da sahabëve. Ka ardhur dikush e ka pa dikush që është mas dunjas. Ka ardhur dikush për shembull të vetë, do të thonë për shembull mas betejës Hunenit. Pejgamberi e ka vërejt se kia është njëri, do të thonë që mend i ka te pasuria. I ka thonë pejgamberi, merri këto dhënë krejt që kanë midis dy kodrave. Me qindra dhënë, aty me pas një dele me pas në vakt, i e konë në situatë ekonomike shumë të mirë. Pëse ki me pas me piqumë prej saj. Thot qysh thot. Po meri krejt. Edhe disa ative sahabëve më të afërm
Ndoshta shokëve vetë më të ngushtë, shpeshherë nuk ju ka dhënë. Pse se e ka vërejtë se tunt janë dikush. Edhe që ka thonë ki personi që i ka marrë? Thotë, subhanallahu, që ketë nuk e ban, nuk mundet me e bon, që ketë përveç dikush që është pejgamber. Edhe i merret dhe shkon te fisi i vet. Thotë, o njerëz, besojeni se pasha Allahun. Domethënë, ai ishte një njerëz që nuk u tut ke pi fukarallëkit. Ai ishte pejgamber. A mama ki pse sa ato sahabët i ka eduku pejgamberi sallallahu që mos me bën mas dunjas. Mos me bën shumë mas dunjas. Me ngarin, këtë gjithçka, këtë muhabeti me kon rreth pasurisë, rreth të mirave, rreth materializmit. Pejgamberi ka eduku ndryshe. E tash kur e ka pa i kështu, e ka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e tërheq, para mendo ti të shtoj tunet. Kije ndoshta i tu shpërndon ndihmat azo. Që se tash është kjo aktuale, njerëzit shpërndajnë ndihmë. Me ardh dikush me të kap ashtu, edhe me të rëndit, jo që nuk jep ndihmë, po ti bën makinë e sulmon fizikisht ato, shkabe ti. E pejgamberi kur kthehet, thotë ne si apashja boni vi këtu në qafë. Nga tërheqja e fortë, edhe nga sjellja arrogante e keqe. Edhe pejgamberi kur e shikoi, domethënë filloi me qesh, edhe i tha, jepni be këtij. Thumma amara lahu bi ata. Pastaj u tha, që këti jepni, ha? Po ki u sjell shumë keq. Se normale ai meritoi ke, domethënë me kap edhe me ul, me thon ti pse sillesh me vrasësi ashtu. Kujna ti, domethënë e krev zhag ashtu. Me po nuk e boni këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E që kjo sjellje, se shpesh herë njerëzve duhet me va tregu, për shembull, ne kemi atë bindjen, në njerëzit e thjesht, ne muslimanët e dobët, e kemi atë bindjen se dikujt duhet me ja tregu kufit dhe me me tregu forcë pak. Mirë po, kjo sjellja e butë, kjo jep rezultate që nuk i jep sjellja e vrasht. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka arrit njerëzit e vrasht, njerëzit arrogant, njerëzit me ndje mëdhej, ka arrit me çeket sjellje mi zbut. Edhe ata kanë pasë, për çfarë ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, idfa billati hiya ahsan. Ka thonë la tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Nuk barazohet e mira me të keqen. Idfa billati hiya ahsan. Ktheje të keqen me ato që është më e mirë. Edhe kime pa, thot Allah, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun wa baghdha ka'annahu waliyyun hamim. Dhe kime pa se ai i cili ka armiqësi dhe urrëtie ndaj teje, ka më bën një mik i dashur për ti. Ka më bën një mik i dashur. Wallahi, se njeri i rëzon arrogancën me këtë moral të lartë. Mirë po, puna është se që këtë zorë është me emri. Dhe më thonë që këtë dereqe, me frenu mlefin, të keqen me e këthi me të mirë, është shumë zorë. Duhet një zemër e fort, një zemër e bartë, një zemër e cila e synon atë që është të Allah s.a. Mirë po, nuk është e pa arritshme. Sikur se që arrijet sabri, sikur se që arrijet menquria, urtësia. Ka njerëzi bëhen të netë, bëhen të urtë, se rri me njerëz të urtë, edhe e këshirë urtësia qysh është. Ka njerëz nuk kanë sabër, po bëhen sabërli. Ka njerëz nuk janë të ditur, po mësohen me ko, bëhen të ditur. Shumë njerëz nuk din. Ka dikush e ka nisë kërkimin e diturisë, në më thonë shumë vonë, mas 20 vjetë, mas që i ka bon 20 vjetë, jo për fëmijë. Edhe pse për fëmijë është ma letë me i marë cilësitë e mira. Ma letë merën kur është fëmijë, se fëmijë është i pranon do me thonë ndryshimin të vetvetja. Ma të vjetrit ma zore pranojnë ndryshimin se ato veç me janë formu. Mira ma thotë pejgamberi sa, innamal ilmu bit ta'allum. Dituria është me mësim. Wa innamal hilmu bit tahallum. Urtësia është me duke mësu urtësinë. Wa man yataharra al-khayra yu'tahu, ai cili e lip hajrin i jipet atij. Wa man yattaqi ash-sharra yuqahu, ai që ruhet prej sherrit, do të thonë Allahu subhanahu wa taala e ruan ata. Edhe një ajet kuranor, do të thonë edhe me këtë po e përfundoj, se ka shumë sene për me thonë mirë, po është Allahu subhanahu wa taala
kur i shpifën Aishës radiallahu anha, i shpifën munafikët e Medinës, i shpifën me një gjë që në me thonë nuk ishte e vërtet. Edhe Allahu e zbriti në surën Nur, zbriti ajete për me tregu se Aishja është e pastërt. Edhe një prej ative që se kur përhapën muhabetet, atë muhabetet i nxjerrën munafikët. Quhet, është një tregim shumë i interesant dhe i gjatë, e kam treguar në disa herë këtu në xhami. Do të thonë quhet tregimi i shpifjes. Tregimi i shpifjes dhe biftanet që janë gjithë najs. E kur u përhapaj muhabeti, munafikët e përhapën, masane edhe disa musliman mirë janë nisën me folë rreth asaj teme. Hiç pa e ditë. E njëri prej ative që foli ishte një sahabi fukara i cili quhej Mistah. Mistahi, kush e ndihmoi ke Mistahin? Sa ish fukara? Ebu Bekri. Shumë i kishte pas një mu, Ebu Bekri. Edhe kur u bë e qartë, Allahu zbriti ajete kuranore se kjo është shpifje për Aishën në surën Nur, i zbriti 13 ajete për këtë punë. Pejgamberi Ebu Bekri tha, qysh be tha edhe Mistahi pas ka fola. Tha vallahi unë si ndihmoj më Mistahit. Nuk i ndihmoj më, ka folë për çikën teme. Edhe ka shpif. Allahu e zbriti ajetin kuranor. Shini. Thot Allahu subhanahu wal ya'fu për Ebu Bekrin e u fjalë. Wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Let falin. Let falin këta, dhe me dhe këto thot këto të mirët, i ka qytë Allahu subhanahu wa taala wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ila ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Këto të njerëzit e mirë thot mos thonë mo që s'kena me ju ndihmu fukarave dhe muhajgjirve. Let falin, let i shpërfillin gabimet e tjere. A nuk duan ata që Allahu t'va fale atinde? Edhe kure lexoja Ebu Bekri këta jetë kuranor. Tha valla po, Zot, unë du me ma falë mu. Du me falë edhe mu gabimet. Do me thonë, një personit i cili kështë e gabu, Allahu e këshilloj që edhe pse ka gabuaj ndaj teje, falja. Se ti e tjetër deregje, tjetër niveli je. Ti e në një nivel që e sinon ato që është më e larta të Allahu subhanahu wa ta'ala. Më thonë, kjo frenimi i zemrimit edhe falja njerëzve lipën, si që thash, në me thonë, mu zhvesh njeri nga dëshirat e egos së ti. Se njeri është egoist, njeri do, e për me arrit këtë deregje, lipët iman, lipët vendosmëri, lipët një zemër e pastër. Allahu na dhash të gjithë, inshallah, një zemër të tillë dhe na i pranon veprat e mira. Walhamdulillahi rabbil alamin.